Pse bëhen rrite? Kush i bën rritet? Padyshim shumë prej jush kanë vënë re në për filma, apo ndoshta edhe njerëz që thonë që kam parë që dikush bën rrit. Pra rritet për çfarë arsye bëhen? Dhe pse ka lobe të fuqishëm që ende sot flitet që bëjnë rrite akoma sot? Për çfarë arsye? Rritet janë të shumëllojshme, por unë do ta filloj që nga gjeneza, nga aty ku lindën rritet. Më ndiqni me kujdes kush është rastësisht, nëse nuk e ka bërë ende, bëjni like faqes dhe videos që të shihemi sërish, dhe faleminderit që jemi për bashkë. Duhet të dini që rritet lindën së bashku me njeriu, por doja t'ju pyesja juve, dhe pastaj për ta kuptuar, sipas jush, bëri njeriu rritin, pra njeriu e shpiku sipas jush? Po flasim që në kohën e Neandertalit, po flasim që në kohën kur u formua Homo sapiens, kush e bëri rritet? Pra, po të shikojmë ecurinë e njerëzimit, do kuptojmë që rritet filluan pas vitit themelimit të civilizimit të njeriut, pra rreth 6000 vite më parë, 5500 vite më parë. Sepse kemi fakte që ka jo vetëm në Mesopotami, por edhe në Turqi, fakte të disa vendeve okulte ku bëheshin rrite. Po a e dini se kush është rriti më i qelbur dhe më antik dhe ai më i përhapuri? Sakrifica. Sakrifica që bëjnë madje edhe me fëmijë, me të mitur, me njerëz të familjes, njerëz të dashur, njerëz jo vetëm të dashur, por edhe të huaj, të rrëmbyer, ose dhe rrit personal, madje edhe rrit në komunitet. Padyshim shumë prej jush kanë lexuar librat antik, ku në të gjitha librat antik flitet për disa rrite. Është rrit ai kur thot që i tha Zoti të sakrifikonte fëmijën e tij, ose i tha Zoti të sakrifikonte një kafshë. Mundet që të thot një Zot që të sakrifikosh fëmijën tënd? Në qoftë se ti me logjikën që ti ke, ti linde një fëmijë, mund të sakrifikosh ti fëmijën tënd? Ti me logjikën tënde? Absolutisht jo. Pra kush është ai Zot që të kërkon që ti të sakrifikosh fëmijën? Pra nga këtu kuptohet, është mjaft i rëndësishëm ky informacion. Sepse nga këtu kupton që pjesa dërmuese e njerëzve nga kush në radhë të parë drejtohemi dhe që pjesa dërmuese e këtyre njerëzve bëjnë rrite ende sot. Rritet më të famshme janë rritet, siç u thash, me të vegjël, dhe ato të sakrificave janë më makabret, sepse mes këtyre rriteve, gjatë atyre momenteve, bëhen edhe marrëdhënie të ndryshme, pra orgji si mund të quhet. Dhe në këto raste sa më i madh është grupi, dhe aq më shumë është i realizueshëm ai rit për këta që e organizojnë grupin, sepse dëshirat, epshet dhe sakrificat i shkojnë dikujt tjetër. Pra i shkojnë atij që, dëgjoni me kujdes, dëgjoni, o njerëz. Sepse i shkojnë atij që i është dedikuar. Kush është riti dhe kush është ky që i dedikohen? Thash keni me qindra, por mendohet që ka lindur riti më i famshëm dhe ai më i madhi dhe që përdoret ende sot, është riti i Balit. Është një perëndi, sipas gjasave, perëndia gjithësia, ose mirë Zoti, ose si mund të quhet, toka, madhështia. Çfarë do të thotë kjo? Që ta kuptojmë, nuk është ai që krijoi gjithçka, por është ai që krijoi jetën në planetin Tokë. Është shumë domethënëse kjo. Pra, jo ai që krijoi çdo gjë atje sipër, por ai që krijoi jetën në planetin Tokë, që mund të themi për shembull që ngjizi njeriun, që krijoi njeriun, ose që e modifikoi njeriun.
për shembull. Dhe në antikitet, duke filluar që nga Siria, nga Feniksët, nga sot Izraeli, Palestina, të gjitha ato vendet, Iraku, pra të gjitha këto vendet bënin rite pikrisht pra për këtë Balin. Dhe i dhuronin Balit, më ndishin sepse mundohem që t'jem asnjanës, por duhet mësuar sepse janë informacione që secili prej nesh duhet i njoh. Pra në këto rite varesh nga madhështia, siç ju thash më përpara, sepse ndonjëherë bëheshin edhe 2, 3, 5 ose 10, por ndonjëherë bëheshin edhe në grup të madh. Me kalimin e kohës, këto rite u intensifikuan deri në vitet 700, 800 pas erës sonë. Dhe kur filluan kryqëzatat, atëherë u kuptuan që ritet bëheshin për hir të këtij Balit. Tani kush ishte ky? Sepse tregohet që dikush vishej si kjo perëndi. Disa thonë që me mitizoi, si mund të themi, merrte ngjashmëri. Pra merrte ngjashmëri brenda trupit të tij, ose më mirë evokuante. Pra ai që ishte aty evokonte Balin, pra evokonte këtë perëndin. Dhe Bali, kjo perëndi, ushqehej pikrisht me këto, me sakrificat, me epshet, por me ndjenjen e këtyre, jo fizikisht, por energjetikisht, sepse mendohet që është një qenie interdimensionale dhe mund të marrë, thuhet që mund të marrë çdo lloj trupi dhe ta përvetësojë atë. Ose thuhet që mban një trup për një farë kohe, futet aty tek ai trup dhe i mëson çdo gjë atij trupi e di që e ka brenda dhe e shoqëron këtë deri në një moment caktuar, pastaj e lë dhe merr një trup tjetër. Pra është një qenie energjike dhe jo fizike. Dhe ushqet vetëm me këto ndjenja. Në vitin para disa viteve, por në vitin 2025, vitin e kaluar, u zbuluan disa rite të çuditshme që edhe vetë parlamenti izraelian ka hetuar për këtë dhe parlamenti Knesset që hetoi për një kohë të gjatë, zbuloi se në disa familje të mëdha, emrat i njihni që të gjithë, prej vitesh kanë bërë këto rite dhe kanë përdorur fëmijë të ndryshëm që disa prej tyre nuk jetojnë më, por disa jetojnë ende sot dhe disa kanë arritur, janë në moshë të madhe tani, sepse flitet 40, 50, 60, 70 vjeç. Dhe shumë prej këtyre u është kërkuar që të dëshmojnë. Kanë dëshmuar, por dëgjojeni, se keni dëgjuar ndonjëherë për në Izrael të flitet publikisht se çfarë ndodh? Asnjëherë. Keni dëgjuar ndonjëherë që të thonë nëpër gazeta për u bë kjo apo bëja? Asnjëherë. Sepse ata e ruajnë njëri tjetrin. Dhe ndonse ky është një lajm i vërtet, pra ndonse ky është zbuluar, e ka hetuar direkt një zotëri i quajtur Maikom Mohan Bakran. Ky Bakrani ka qenë ai që e ka hetuar këtë dhe ka vendosur edhe firmën në këtë kërkim që janë dhe të kësaj deklarate që është bërë, që ai ka gjetur me qindra fëmijë, por disa prej tyre nuk ishin më fëmijë tani, por disa prej tyre nuk ishin më, sepse nuk i duronin dot këto rite. Dhe me kalimin e kohës, ata që mbijetuan nuk mund të komunikoje dot, si thot nëpër shkrime, sepse kanë ndryshuar totalisht. Ndryshimi i tyre vjen sepse në radhë parë njëherë për ritet që bëjnë, sepse siç ju thash që bëjnë gjatë momentit të riteve, bëjnë marrëdhënie, thuajnë disa fjalë të çuditshme, integrojnë vajza të reja, gra, madje kur bëjnë këto
epshet dhe këto marrëdhëniet orgjia nuk merret vesh me fjalë, e keni parasysh ju. I vogël me të madh, e madhja me të vogël, etj, një kaos total. Dhe kjo me kalimin e kohës përveç pushtimit të shpirtit nga forcat të tjera, ndoshta ky bal ose forcat të tjera demoniake, këta janë rritur në mënyrë krejt ekstreme, pra këta që tashmë janë të mëdhenj, dhe disa prej tyre janë edhe çmendur në momentin që filluan dhe folën. Si i gjetën dhe si folën me ta? Disa prej tyre nuk doni që të flisnin, i kanë detyruar me anë të momenteve të hipnozës. Pra, vetëm me hipnozë regresive. Në momentin që kanë filluar me hipnozë regresive, disa prej tyre kur kanë kuptuar të vërtetën, sepse duhet të dini që mendja e njeriut është vërtet komplekse. Disa prej tyre kanë kërkuar që t'i harrojnë këto momente, sepse është bërë ndër vite. Dhe në momentin që ja kujton trurit, dhe truri tashmë është mësuar në një jetë tjetër, ajo normalja, shkakton një kaos në tru, dhe disa prej tyre u çmendën. Shikoni, për këtë keni edhe filmin me Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut, që është me sy mbyllur, filmi i vitit 1999. Bile tregohet që edhe Kubrick është vrarë pikërisht për këtë, sepse tregoi të vërtetën, sepse lobet e mëdha ushqen me këtë lloj riti, ose mirë ushqejnë balin, ushqejnë atë perëndin, sipas gjasave, dhe nëse e bëjnë këto lobet e mëdha, këta njerëz që kanë drejtuar gjithmonë njerëzimin, unë mendoj që diçka të rëndësishme ka brenda. Dhe ai bali, që thon këta ose ajo perëndi, jeton ende sot, sepse nuk mund të jetë i pavdekshëm. Nëse është një entitet energjik, jeton ende sot dhe vazhdohet ende sot që të bëhen rite. Në fakt, Kubrick thuhet që vdiq në gjumë, pra për një infarkt, dhe çuditërisht thuhet që ky mjeku i tij, që ishte njëkohësisht Stanley Gottlieb, një gjë e tillë, ky Stanley ishte mjek edhe i MK Ultra. Nëse mbani mend, kemi folur për MK Ultra, që ishin këto format që krijojnë në njerëz me disa ilaçe dhe disa val që godasin trurin, dhe ky ishte një nga shkencëtarët. Dhe këtu mendohet që i ka dhënë diçka Kubrick, sepse ishte mjeku i tij. Dhe vdiq edhe ky po të njëjtën ditë, në 7 mars, mos gaboj, vitin 1999. Dhe është e çuditshme sepse nga ai moment nuk u fol më. Bile thuhet që pjesë të filmit u pren sepse Kubrick vdiq në mars, kurse filmi doli në qershor, një gjë e tillë, dhe pjesë të filmit u hoqën sepse tregonte disa gjëra që janë eksakte ashtu siç ndodhin. Në fakt, filmi u shfaq me pjesë që i mungonin. Megjithatë, këto janë teori konspirative, por janë shumë afër së vërtetës, sepse ritet, siç u thash, bëhen ende sot. Pra, ritet në përgjithësi bëhen për shkak të një entiteti që nuk është njerëzor, pra trup me fizik, por është interdimensional, ose një demon, si mund të quhet, ose nëse nuk është demon, është një qenie energjike, dhe kjo qenie ka nevojë të ushqehet në forma të ndryshme, jo vetëm ashtu siç e ka krijuar krijuesi, por ndoshta edhe në bazë të këtyre riteve. Pra, ky është thelbi kryesor i kësaj videoje, dhe doja t'ju thosha, pse ne lutemi, nëse keni vënë re, ne lutemi, kujt i lutemi? Ne i lutemi një Zoti. Por merreni me mend që nëse do të ketë të tjera forma jete që janë demoniake. Pra ti nëse i lutesh, ose nëse keni vënë re kur bën këto seduta spiritika, si thuen, spiritizmi, thërrasin kur thërrasin këto në momentet e lutjes, thërrasin një entitet. Pra, mos luani me entitete. Kam vërej që disa
djem disa çuna të rinj, por edhe vajza të rinj bëjnë disa lojra, tani jo me ato lojrat që ulen së bashku, apo ndoshta për të evokuar dikë. E bëjnë për gallat. Kur mos bëni gjëra të tilla. Bile nëse shikoni fëmijët tuaj, vëllezër, motra apo kushërinj, është mirë që t'i ndaloni. Sepse kam fakte të pakundërshtueshme, kam fakte, thash, të disa njerëzve që kanë ardhur tek unë dhe më thonë si do t'ja bëjmë se kam fëmijën kështu, kam djalin kështu apo kam vajzën kështu. Sepse ka evokuar një entitet. Po ja u them sepse në këto raste është tepër e vështirë pastaj që të largohet. Megjithatë, pres komentet tuaja çfarë mendimi keni dhe kalofshi një ditë të bukur.